shtohet pyetja, një çift i ri, a është më mirë të jetojnë në bashkësi me vjehrit apo të jetojnë të ndarë? Të nderuar miq, në zyrën time konsulta IBH, normal që mas shumë t'i merrem lidhur me problemet në bashkëshortësi. Prandaj, unë ju flas jo vetëm nga ana e psikosociologjisë moderne, por edhe asaj fetare. Në Kur'an Zoti thot që duhet të adhurojmë Zotin dhe menjëherë pas Allahut vijnë edhe respekti ndaj prindërve. Prandaj, është shumë e mirë të keni privatësi, një çift i ri të ketë privatësinë e vet, por nuk do me thonë që patjetër të ndahen nga prindërit, pra nga vjehri dhe vjehra. Por a është atëherë obligative nusja të kujdeset për vjehrit? Obligative nuk është, mirë po respekti ndaj prindërve të burrit është një prej vlerave dhe virtyteve më humane që ka mundur një nën t'ja mësoj vajzës së saj. Prandaj, privatësia e djalit, e nusës dhe dhëndrit është shumë e rëndësishme, po kjo nuk do me thonë që me jetu larg prindërve. Prindrit duhet ta lehtësojnë martesën, si nga ana e burrit, ashtu edhe nga ana e vajzës, pra si nga ana djalit dhe vajzës. Por këtë privatësi mund të arrijmë në disa mënyra. Sipas këshillave të mia që bazohen në këshillat e fesë islame, mund ta ketë një nuse privatësinë, nëse ka vetëm vjehrit, mund ta ketë pra privatësinë, po s'është patjetër me një banesë tjetër apo me një shtëpi tjetër. Së paku në fillim që ata të cilët nuk kanë kushte, ti improvizohet dhomës së nusës, dhomës së xhumit, edhe një banjo improvizuese. Pra, qoftë më e madhe apo më e vogël, privatësia e nusës edhe dhëndrit mund të jetë vetëm në dhomën e xhumit. Por as pak nuk ka problem nëse nusja shetitet, punon në kuzhinë e në dhoma tjera të shtëpisë. Madje edhe fëmijët të cilët rriten nën kujdesin e gjyshërve janë shumë më, sidomos gjyshërit që janë pak që kanë autoritet, që kanë përkushtim dhe janë pak demokrat, rriten ata fëmijë me shumë kënaqësi dhe me shumë socializim të bukur pastaj jo në jetën e tyre. Prandaj privatësinë mund ta keni, por ju që nuk keni kushte, mos e vështërsoni martesën, por së paku atë privatësi nusja juaj ta ketë në dhomën e vet, pra duke pasur edhe një banjo të posaçme. Kështu na mëson Islami, por ka edhe të tillë të cilët mendojnë se me ndarje, me privatësi, vetëm dy veta, ho veten, rrinë me një banesë, me një shtëpi, mendojnë se e gjejnë lumturinë. Por lumturia është ajo se sa jep tek të tjerët të ndihen bukur, sidomos nuset, djemt, sa japin nga vetja vet që prindrit e tyre të ndihen bukur. Aty do ta keni lumturinë. Nëse një prind është i kënaqur me evlatin e vet, atëherë edhe Zoti ka me qenë i kënaqur me atë fëmijë. Në momentin kur Zoti është i kënaqur, të jeni të sigurt se ka prek dora e Zotit, ka me prek dora jote. Çka të sheh syri i Zotit, ka me pas syri jote. Kjo është në mënyrë figurative, normal Zoti nuk ka dorë, nuk ka sy. Prandaj, jetoni të lumtur, me bashkësi, me prindrit, lene këto modernizmat të cilat vetëm po mundohen që sa më shumë ta shkatrojnë familje, e për fat keq disa dekrete fetva të njerëzve, klerikëve të fesë, ata nuk janë ka e kuptojnë se po i ndihmojnë në shkatrimin e familjes. Bëni share, bëni like. Faleminderit.